Shpërgojimi. Komentet. Interneti. Faqetet. Teksa studioj librat e historisë, shikoj mënyrën se si kanë jetuar qytetërimet e mëparshme. Jeta ka qenë ndryshme, por mëkatet janë të njëjta. Situatat kanë qenë të ndryshme, por përsërimet e njëjta të mëkate. Edhe sot, në ditët tona, kur teknologjia ka avancuar shumë, mëkatet janë të njëjta. Një ndër mëkatet ku njeriu duhet të ruhet së tepërmi është përgojimi. Sot, shejtani i mallkuar ka mjete që të çojnë njeriu në humbje si asnjëherë më parë. Sot, me evoluimin e internetit, njerëzit kanë mundësi të bëjnë vepra të mira, por kanë edhe mundësi të dështojnë, të humbasin, të mëkatojnë. Sot, për herë të parë, njerëzit kanë mundësi të përgojojnë dikë, dhe pse janë të vetëm në dhomë. Si ndodh kjo? Sot ti ke një telefon, thërrej dikë, flet me të, dhe ti mund përgojon dikë tjetër. Të bësh faqetem, të flasësh padrejtisht, të akuzosh, madje edhe të shpikësh. Të gjitha këto i bën shembull. Të gjitha këto i bën brenda një dhome ku nuk të shikon njeri. Ti mund të bësh mëkate pa e kuptuar. Ti mund të komentosh keq ndaj dikujt që s'e ke ide kush është, çfarë vepra është bën, dhe çfarë qëllime ka. Ti, për të dukur, komenton keq ndaj tij, i hyn atij në hak, duke bërë mëkat. Ndodh që të shumtët e komentuesve janë anonim. Ata lëndojnë dinjat e të tjerëve duke e fshirur pas telefonave. Mbase asnjë njeri nuk i shikon, por ëngjë ti shkruajnë teprat. Ata i shikon krijuesi i botrave. Ti mund ta shkruash në profile anonime, por në ditën e gjykimit, veprat e tua do të dalin hatës, nëse krijuesi e ka caktuar këtë gjë. Prandaj, vëllezër dhe motra, mos e përgojo askënd, mos bëj faqeteme, mos fut të tjerët në konflikt, sepse këto janë mëkate, të cilat ti do t'i japësh llogari përpara krijuesit të botrave. Mos lëndoni zemrat e njerëzve, sepse ju nuk e dini se cila zemër është e dashur te krijuesi. Të kemi frikë krijuesit, të bëjmë vepra të mira dhe të kërkojmë falje, sepse të gjithë i jemi mëkatarë.